Haxhi është i rëndësishëm në jetën e besimtarit për shkak se është një sezon në të cilën promovohet njëshmëria e Allahut te bareke ve teala. Pra nuk është një adhurim i cili kryhet me vizita dhe veprime të caktuara, por se në vete ngarthen edhe promovimin e asaj që është baza kryesore në Islam, pa praninë së cilës nuk pranohen edhe veprat. Allahu na ka treguar në Kur'anin famlar se ne në veprën e haxhit arrim që të promovojmë njëshmërinë e tij, arrim që të promovojmë monoteizmin, atë besimin e pastër, arrim që ne krahas tjerash edhe të promovojmë devotshmërinë në Allahun te bareke ve teala. Do doja të nderuar vëllezër dhe motra tua përkujtoj se lutja e cila shprehet shumë gjatë haxhit, lebeik Allahumma lebeik, lebeik la sharika lek, është një lutje e cila ka domethënie të jetë rëndësishme. Përgjigjem ty o Zoti im, përgjigjem. Lebeik la sharika lek, përgjigjem ty që nuk ke shok, nuk ka zot tjetër përveç teje. Dhe kjo lutje e cila i jehon për shkak të përcjelljes së saj nga mira e miliona haxhilerë në vendet e shenjta, trumbeton po kështu edhe njëshmërinë, trumbeton besimin e pastër në Allahun te bareke ve teala. Është një lutje e cila paraqet madhërimin e Allahut te bareke ve teala dhe monoteizmin ose besimin e pastër në të.